Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, e kam për detyrë në fakt të arsyetohem, nga që unë kam publikuar një lajm i cili nuk rezultoi të ishte një lajm i vërtet nga investigimet e shpejta dhe gjatë minutave në vazhdim, domethënë hulumtova si lajm, falë të gjithë shqiptarëve të cilët po më ndihmojnë. Bëhet fjalë për fotografinë që ka hedhur Egli, domethënë zyrtarisht fotografia është e bërë në Hotel Grand në Prishtinë. Këtë investime ka Hotel Grandi dhe Egli, siç duket, këtë fotografinë ka publikuar nga Kosova. Domethënë fotografia është e publikuar në Kosovë, nuk e dim në qoftë se Egli ndodhet aktualisht në Kosovë apo jo, por fotografia është e bërë në Hotel Grand në Prishtinë. Është një ndër hotelet më të bukura në zemër të Prishtinës. Ato që jetojnë në Prishtinë e dinë se për hotel bëhet fjalë, po për të qenë koherent për gjithçka që unë e kam folë, e kam treguar që gjithkohës, domethënë në moment patëm një ngatrim informacioni, Egli fotografinë ka publikuar nga Hotel Grandi në Prishtinë. Se çfarë pritet, këtë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim.